Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Dhe ti edhe mjësi horoskopit javor që fanar thot për të 12 qenjat e zodiakut për datë 13-19 korik. Ju faleminderit. Dashi, kjo javë ju shtyn të merrni iniciativa të reja dash. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni vlerësimin e të tjerëve. Në dashuri komunikimi i sinqert do të zgjidhë çdo keq kuptim. Peqarët mund të njohin një person interesant përmes miqve. Financat përmirësohen, por shman mbi blerjet impulsive. Fundjava është ideale për pushim dhe kohë me familjen. Dem, java sjell stabilitet dhe qetësi. Do të ndjeni më të sigurt për vendimet që keni marrë kohët e fundit. Në punë mund të merrni një lajm të mirë ose një mundësi për të avancuar. Në dashuri, partneri do të kërkojë më shumë vëmendje. Beqarët mund të lidhen me dikën nga e kaluara. Kujdesuni për shëndetin dhe mos e teproni me lodhjen. Binjak, energjia juaj do të jetë maksimum këtë javë. Është koha e dur për të nisur projekte të reja ose për të mësuar diçka që ju ka interesuar prej kohës. Në dashuri, flirtet nuk do të mungojnë. Ata që janë në një lidhje do të kenë biseda të rëndësishme për të ardhmen. Financat kërkojnë organizim më të mirë. Fundjava premton argëtim dhe surpriza. Gafore, emocionet do të jenë më të forta këtë javë. Do të ndjeni nevojën për të kaluar më shumë kohë me njerëzit që doni. Në punë, durimi do të shpërblet dhe mund të merrni një përgjigje që e prisit prej kohës. Në dashuri është momenti për të lënë pas të kaluarën dhe për të parë përpara. Kujdes me stresin. Luani, do të jeni në qendër të vëmendjes Luan. Karizma juaj do të hap dyert të reja në punë dhe në jetën personale. Në dashuri, romanca forcohet dhe çiftet mund të bëjnë plane të rëndësishme. Beqarët kanë shanse të njohin dikë shumë të veçantë. Financat janë të qëndrueshme, por investoni me kujdes. Virgjëresh, kjo javë ju kërkon të organizoni prioritetet. Mos mendni përsipër më shumë se sa mund të përballoni. Në punë do të vlerësoheni për seriozitetin tuaj. Në dashuri, një bisedë e hapur do të sjellë qetësi. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ndajnë të njëjtat interesa. Kujdesuni për gjumin. Peshorja, do të kërkoni ekuilibër në çdo aspekt të jetës peshore. Marrëdhëniet me familjen dhe partnerin përmirësohen. Në punë mund të linë një bashkëpunim i ri që do të jetë shumë premtues. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë. Fundjava është ideale për udhime të shkurtra ose aktivitete kreative. Akrep, intuita juaj do të jetë aleati më i mirë sot. Mos injoroni ndjesinë që keni për një situatë të caktuar. Në dashuri, pasioni rikthehet dhe lidhjet bëhen më të forta. Këtë javë, në punë, shmangni konfliktet dhe fokusohuni tek rezultatet. Një lajm i mirë financiar mund t'ju gëzojë në fund të javës. Shigjetar, java sjell aventura dhe mundësi të reja. Mund të merrni një ftesë për një udhëtim ose një projekt interesant. Në dashuri, energjia pozitive ju bën shumë tërheqës. Beqarët kanë fat në njohje të reja. Kujdes me shpenzimet, sidomos në fundjavë. Britsjap, puna do të jetë prioriteti kryesor për ty. Përkushtimi juaj do të jap rezultate konkrete dhe mund të merrni një shpërblim ose vlerësim në këtë javë. Në dashuri, mos lini që angazhimet t'ju largojnë nga partneri. Beqarët duhet të dalin më shumë dhe mos të refuzojnë ftesat. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të pushoni. Ujori, kreativiteti dhe idetë do të jenë pika juaj më e fortë këtë javë ujor. Në fund të punës do të surprizoni të gjithë me një zgjidhje origjinale. Në dashuri komunikimi bëhet më i lehtë dhe më i ngrohtë. Financat stabilizohen gradualisht. Fundjava është perfekte për të kaluar kohë me miqt ose për të eksploruar vende të reja. Peshqit, kjo javë ju fton të besoni më shumë tek vetja peshq. Në punë mund të linë një mundësi që nuk duhet ta humbisni. Në dashuri ndjenjat bëhen më të qarta dhe marrëdhëniet forcohen. Beqarët mund të kenë një takim romantik të papritur. Financat përmirësohen fal menaxhimit të kujdesshëm. Fundjava do të sjellë qetësi, frymëzim dhe energji pozitive. Dhe mesazhi për këtë javë, 13-19 korik. Kjo është një javë që favorizon vendimet e mençura, komunikimin e hapur dhe fillimet e reja. Ata që veprojnë me durim dhe besim do të shohin rezultate pozitive, si në dashuri, ashtu edhe në karrierë. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.